Ibri po rikthehet sërish në qendër, në mes të tensioneve ndërmjet Kosovës edhe Serbisë, por kësaj radhe jo thjesht dhe vetëm për urën mbi Ibër, urën e famshme të Mitrovicës, për cilën të gjithë pas një diskutim kemi informata. Deklaratat e fundit që vijnë nga Beogradi për mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit Ibër, kundërshtimi gjithashtu ndaj hapjes së urës, retorika për sigurinë e serbëve në veri, si dhe deklaratat për një përkeqësim të komunikimit në mes të kriut të ushtrisë së Serbisë dhe KFOR-it, kanë ngritur pikpyetje të shumta ose do duhej të ngresnin pyetje e pikpyetje të shumta. A kemi të bëjmë vetëm me thjesht një tjetër narrativ retorik propaganduese të Beogradit, apo kësaj radhe duhet kemi parasysh edhe çështje tjera që shkojnë përtej e që mund ta prekin e cënojnë direkt sigurinë tonë të njerëzve që jetojmë në Republikën e Kosovës, përfshirë këto të gjitha etnitë, për ta analizuar nga perspektiva ushtarake, nga perspektiva e sigurisë sidomos. Kam derin që ta intervistoj sot generalin, ish komandantin e forcës së sigurisë, Kadri Kastratin. General, faleminderit shumë, e vlerësoj që keni ardhur, keni pranuar të jeni pjesë e gjatë postit. Nësimi, faleminderit për ftesën. Kur i vendosni këto zhvillime të cilat pak a shumë mundova t'i them në fillim të ditëve të fundit rreth lumit Ibër, edhe rreth Ibrit në përgjithësi, çka shehni ju? Fillimisht duhet ta them që është një lajm i mirë dhe është një avancim drejt stabilitetit sigurisë në Kosovë në përgjithësi, e në veçanti këtë pjesë shumë problematike të Kosovës, sepse e dim që nga viti 2023, po shkojmë herët, ka ndodhur shumë gjëra atje, sulmi në pjesëtar të KFOR-it, pastaj sulmi terrorist në Bonës, pastaj sulmi në infrastrukturën kritike në Ibër Lepens, dhe kjo pas 20 e ca viteve prezencë të KFOR-it në mbi këtë urë që thatë edhe jo, që ka simbolizuar një ndarje, jo një bashkim, sepse urat bashkojnë, jo ndajnë Zakonisht bashkojnë edhe këtë rast ka njerëzit ndodhur. dhe komunitetet, dhe në këtë drejtim unë mendoj që a ka bë mirë, as ka bë mirë, koha do të tregon se KFOR-i që deri më tani ka qëndruar atje, mirë, po kjo e jep një mesazh shumë pozitiv tani në Kosovë, sepse edhe bashkia ndërkombëtare, edhe prezenca ushtarake ndërkombëtare në Kosovë e ka vlerësuar se policia e Kosovës ka avancuar në aspektin profesional, ka avancuar në trajtimin e barabartë të gjitha komuniteteve, se është policia të gjitha në Republikën e Kosovës, ka avancuar edhe përmirësimi i sigurisë përgjithshme, por ka avancuar edhe forca e jonë armatosur drejt arritjes kapacitetet të saj dhe ka ardhur koha që dal nga dal disa kompetenca të barten nga faktori ndërkombëtar te faktori vendor. E po një rezistencë të Serbisë, sepse të gjithë ata që jetojnë, e kam fjalën të serbët, që jetojnë në pjesën veriore, të gjithë ata që e përfaqësojnë këtë partinë lista serbe, janë dorë zgjatur e Beogradit, janë dorë zgjatur e presidentit Vučić, dhe ata do të rezistojnë. Mirë po mu pëlqej edhe kongullësia e komandantit KFOR-it, kongullësia e faktorit ndërkombëtar, se kjo duhet të ecë tutje dhe duhet dal nga dal barten gjitha këto kompetencat që faktikisht do duhej edhe më herët të barten te institucionet tona, apo më mirë thënë te policia e Kosovës. Ndërkohë nëse e kthejmë kohën pas dhe kthehemi në 4 vjetshin kur ju e keni udhëheq forcën e sigurisë së Kosovës, çka është diskutuar brenda në këto rrethana, në kuadër të deklaratave të Vučićit, të raporteve të ushtrisë, spaku deklarative të ushtrisë serbe në raport me KFOR-in, çfarë diskutime ishin bërë, në çka kishi pas kujdes? Pa, ka ndryshu koha, kur kam qenë unë, faktikisht është dizajnue forca, se që do duket forca armatosur e Kosovës, është dizajnue armatimi, pajisjet, infrastruktura, buxheti dhe çdo gjë që do duhej që të ecte në plan në 10 vjeçar zhvillimor të kësaj force, dhe të drejtën është një kohë e ndryshme dhe nuk mund ta krahasojmë, por sot sigurisht që forcat tona të armatosura, stafi udhëheqës i kësaj force do duhet mendonte se sa më shpejt të ngrit këto kapacitete, sa më shpejt kjo forcë të bëhet e aftë për të kryer gjitha detyrimet që dalin nga kushtetuta dhe nga ligjet, që do të thotë mbrojtja e sovranitetit dhe integritetit territorial, mbrojtja e jetrave
pronave të qytetarëve të Republikës Kosovës, pjesëmarrja në operacione paqëruese me NATO-n, me faktorin ndërkombëtar dhe zbatimi të gjitha detyrave që vijnë nga institucionet qendrore dhe institucionet lokale. Çfarë do thotë kjo që kjo forcë unë mendoj që shumë shpejt do të jetë e gatshme, disponimi i tyre është sa unë e përcjell nga kondi im është shumë pozitiv se këta djemë dhe vajza këto gra dhe burra janë të aftë që të kryejnë gjitha detyrat që dalin nga ligjet dhe nga rregulloret që kanë brenda përmena. Dhe unë jam shumë i bindur që asnjë pjesëtar i kësaj force pa dallim nuk e shikon një zyrtar, një qytetar të një komuniteti ndryshe nga gjitha mirë, por këta të përgjithshme kanë detyrat e ndara, policia i ka detyrat e brendshme, ushtria kur intervenon dihet aty që atë duhet nëse rrezikohen kufit e Kosovës. Tash jemi në fazën e tretë të zhvillimit të kësaj force, kur investimit të duhej të ishte më i madhi, duhet blen helikopter, duhet blen artilleria që është me largësi të lartë, duhet blen radar, duhet blen mbrojtje kundërajrore, shumë elemente tjera që për momentin janë më të kushtueshme se sa ato dy fazat paraprake që kemi pas. E kuptoj shumë mirë shqetësimin e juaj general dhe besoj që do të kemi një hapësinë tjetër, një mundësi tjetër që të flasim ekskluzivisht për zhvillimin e FSK-s, po që ti kthehemi pak kësaj situatës në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe kësaj që ndodhi rreth lumit Tiber. Isha të provu me gjetë një deklaratë të Vučićit. Aleksandar Vučić është i njohur për këto deklarata të tij, retorikat pak vajtuese, pak viktimizuese e ngjashëm. Në bisedën e fundit ndërmjet shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë edhe komandantit KFOR-it e ka vlerësuar pak a shumë si më të keqen deri më tani. Thotë që është diskutimi më i keq që e kemi pas ndonjëherë. Sa e pazakontë është një deklaratë e tillë? Çfarë sinjali dërgon? A duhet të shqetësohemi? Dëgja, spari presidenti Vučić situatën brenda Serbisë ka jo të mirë. E ka, mund të them, të keqe, sepse që një kohë të gjatë, jo vetëm në Beograd, por në gjitha qytetet e Serbisë ka protesta, ka kundërshtim të politikës së tij, sipas disa anketave që unë lexoj, sepse lexoj edhe shtypin e tyre, diku mbi 40% përqindja e protestuesve apo e studentëve ka arrit atë matjet që kush do të fiton zgjedhjet dhe ai pak e sheh veten të nervozuar, jo favorit, njëra anën tjetër KFOR-i ka dhënë prerazi që kjo do të ndodhë. Dhe për atë arsye ai shqetësohet sepse nuk ka hapësirë për të manevruar, për të kthyer ato vendimet. Ai ka veç fjalë, a mundet me vepru? Edhe sa i përket deklaratës tij për ndryshimin e rrjedhjes të lumit Tiber, të gjitha këto unë mendoj personalisht që këto i ka vetëm deklarative për konsum brendshëm politik dhe nuk ka fare mundësi që të bëjë ai diçka më tepër. Ashtu që qytetarët e Republikës Kosovës nuk duhet të shqetësohen për deklaratat e tilla, sepse KFOR-i është NATO është sipas rezolutës 1244 që është akoma në fuqi, përgjegjëse për ruajtjen e kufive të Kosovës, për ruajtjen e sigurisë në përgjithësi dhe unë edhe përpara kemi pas lëvizje të forcave të shumta të ushtrisë serbe drejt kufit të Kosovës, mirë po mesazhet nga Brukseli ka marrë shumë qarta që largohu brenda 24 orë, për ndryshe do të sulmoheni nga ore dhe do të shkatërroheni. Dhe kjo ka qenë shumë e vërtetë. Dhe Vučići është larguar nga atë. Ndikimi të disponimi i qytetarëve të Kosovës, unë besoj që pak e trazon atë rahatin e qytetarëve, mirë po rrezik unë nuk shoh. Sepse ne e dim shumë mirë që Rusia dëshiron të jetë prezente këto, prezente nëpërmes Serbisë, e ka qendrën
e shpionazhit në nish, e cila është ndërtuar 2013 dhe ajo punon duke e furnizuar edhe Serbinë, po duke edhe plasuar dezinformata të ndryshme, po në përgjithësi unë mendoj që Serbia nuk ka asnjë mundësi të vetmen që ta destabilizoj drejt për drejt e Kosovën duke ndërhyj apo duke ndërmarrë ndonjë veprim konkret operativ në teren. A mundet me tentu, kur po them me tentu, i kam parasysh ekskluzivisht sulmin ndaj Ibër Lepencit, që e përmendët në fillim. A mundet me tentu në kësi forme, me u kriju qoftë me përdor, mandej për konsum të brendshëm politik që i duhet? Rreziku është gjithmonë. Rreziku është nëpërmes mekanizmave, nëpërmes strukturave që i ka brenda teritorit të Kosovës. Unë e kam dhënë shumë herë si informacion se kjo që po thënë tani është 100% e saktë. Ju e dini që për fillimisht i kanë pasur rrojet e urave. Pastaj kanë kaluar në një strukturë më të avancuar si civilna zashtita kanë quajtur. Dhe në sfundi ata e kanë avancuar këtë strukturë në strukturë ushtarake brigada e veriut e quajnë. Dhe sipas informacioneve që unë kam, ata e kanë dikur prej 1300 dhe 1500 pjesëtar të stërvitur në përbazat për rreth Kosovës, e kanë strukturën secili është i caktuar se ku duhet përgjigjet në momentet caktuara, dhe këtë strukturë ai mundohet me përdor, qoftë grupet vogla, për me arrit qëllimet e veta. Është tanda ajo strukturë në Kosovë? Absolutisht është kjo strukturë. Është aktuale, edhe pse policia e Kosovës është duke punuar jashtëzakonisht mirë me AKI-n, që janë duke identifikuar dhe pastisët e fundit, zbulimi i spionëve, qofshin shqiptarë, qofshin ata që kanë marrë pjesë edhe në masakrat e ndryshme në luftën e fundit të vitit 1998-99, po identifikohen dhe po shpartallohen, mirë po prapë se prapë kjo strukturë është aktuale. Dhe në këtë drejtim, policia e Kosovës, AKI-ja, është duke punuar maksimalisht, mirë po nuk është e lehtë që zbulohet shumë shpejt. Por ata veprojnë dhe Serbia e di sakt, e di shumë mirë që do të mundohet në të ardhmen të përdorë këta njerëz brenda përmena të aktivizojnë në momentet saktuara. Fatkeqësisht ka shumë shpion që janë pasiv brenda Republikës Kosovës, që folin shqip, e pa me hoxhallar, e pa me tash sfundin i mësues i Dragashit, dhe ka njerëz që ata janë duke punuar dhe në moment saktuar BIA serbe i aktivizon ata për me arrit ata qëllimin e vet. Dhe për këtë arsye, unë jo vetëm AKI-ja, jo vetëm policia, po edhe ne qytetarët e Republikës Kosovës jemi obligativ që nëse ndëgjojnë diçka, nëse e vrejnë që dikush një fqini joni, një shoki joni, një pavarësisht kush që punon dhe shkon shpesh në Serbi, ne duhet të lajmërojmë institucionet tona të sigurisë, sepse ne jemi obligativ të ndihmojmë mbrojmë vetën edhe absolutisht të ndihmojmë këto organe, sepse edhe ne duhet të jemi policë të vendit tonë, duhet të jemi agent të AKI-s në vendin tonë për të zbuluar raste të tilla, sepse nga lufta e fundit, nga regjimi apo nga okupimi 100 vjeçar i Serbisë, ata kanë krijuar mrezha të jashtëzakonshme në Kosovë. Fatkeqësisht po them edhe një herë, ka shqipfolës që akoma punojnë, mendojnë, çysh mendon BIA, çysh mendon regjimi i Beogradit, dhe ne duhet të zbulojmë ata dal nga dal. Tepër interesante edhe shumë e rëndësishme, po besoj general kjo që hape, në fakt po m'intrigon shumë për më shumë pyetje dhe më shumë informata. Çka duhet me pas parasysh përveç faktit tash me digitalizim, me teknologji, lehtësisht mundesh mos me shku në Serbi asnjëherë dhe me kry punën e spionit. Çka duhet, qysh i vrejmë na këta njerëz, ose s'paku qysh dyshojmë nëse nuk i identifikojmë si të tillë? Tash AKI-ja ka metodat e veta, policia që ne si qytetar që thatë lajmëroni fshin. Po dal aty, policia e ka të vetat. Mirë po e thash edhe një herë. Ne si qytetar, ne si njerëz të këtij vendi, ne do duhej gjithashtu të dhom atë kontributin tonë
e thash më herët, nëse vrejnë çdo gjë, më mirë është 10 herë të alarmojnë policinë për të gabueshme, edhe nëse gabojmë, por 11 do t'ja qellojmë, do t'a zbulojmë dikën. Edhe duhet policia e Kosovës, institucionet e Kosovës, do duhet të kenë më tepër mesazhe nëpërmes mjeteve të informimit për qytetarët e Republikës Kosovës. Ne jemi obligativ që çdo herë të lajmërojmë diçka të keqe. Ka kaluar koha kur ke menduar që jam shpion nëse e lajmëroj komshiun tim që bën diçka të keqe. Jo, tani është pozitive. E lomat sistemin e vjetër që ne kemi hezituar të lajmërojmë dikën. Por tash nëse dikush bën keq, nëse dikush e shohun që është duke punuar me, tash janë rastet e pronave, janë rastet e falsifikimeve, janë rastet e shumë çka të keqe që po bëhen me qytetar të Republikës Serbisë, ne atë raste duhet t'i lajmërojmë dhe organet tona duhet t'i vijnë mbrapa atyre që t'i verifikojnë a janë të mira apo janë të këqija. Kështu bëhemi qytetar të përgjegjshëm. Absolutisht bëhemi qytetar të përgjegjshëm edhe ndihmojmë policinë e Kosovës. Policia e Kosovës do duhet shumë më shumë të bashkëpunon me qytetarë. Edhe ne të bashkëpunojmë me policinë e Kosovës për të mirën e komunitetit tonë, për të mirën e vendit ku jetojmë dhe sigurinë tonë përgjithshëm. Si në fund të fundit për sigurinë tonë personale, sigurinë fizike për të gjithave. Me u kthy te ky thatë janë mbi ose rreth 1000 të rekrutuar që janë stërvit ose stërvitën në zonat përreth Kosovës, të cilët janë të gatshëm të intervenojnë. Dëgjoj, rasti Banjska ku ka ndodhur. Po. Ky grupi prej 80 veta përafërsisht kanë hyrë në Kosovë dhe ka pas për qëllim me i aktivizu këtë brigadën veriore që quajnë ata, dhe këta njerëz që kanë qenë stërvitën, kanë qenë edhe të armatosur, armët i kanë të fshifra në vende të caktuara që policia me mund të madh është duke identifikuar çdo ditë. Këta e kanë pas për detyrë që të ngrihen, të lajmërohen, të formohet apo të kompletohet kjo brigadë dhe të shtyjnë KFOR-in dhe policinë deri në lumin Ibër dhe pastaj këta premtimet i kanë pasur nga ushtria dhe nga udhëheqja e Serbisë që pastaj do t'ju hyjnë brenda kinse thojza për me mbrojt popullatën e vetë serbe, me hy ushtria dhe me bon një ndarje faktike të kësaj pjesë të Kosovës. Mirë po, tu e falenderua partnerëve tonë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe evropianëve, tu e falenderua AKI-s dhe inteligjencës përgjithshme kosovare dhe policisë, ne i kemi evitua, i kemi zbuluar me kohë dhe nuk ka ardhur deri te ajo më e keqja. Për atë arsye, po them që këta akoma janë qytetarë thjesht të Republikës Kosovës, punojnë atje në veri, dikush postier, dikush autolarje, dikush kamarier. Por nëse ata alarmohen dhe nëse i fton ajo sinxhiri komandos i tyre, ata kanë për detyrë mu lajmërue në vendin e vetë në kuadër kësaj brigade që po them. Unë besoj që ka shumë më shumë armë se që besohet që ka, por ata i kanë mshefur, tash për zbulojmë edhe për shohën që policia për zbulojmë në për shtëpitë e braktisura, në për podrumat e braktisura, po unë dyshoj që edhe në për male, në për bunkera ndryshme, ata çka ju shtyn drejt këtij dyshimi general? Po dyshimi, kjo brigadë, nëse është formuar kjo brigadë, që thash që 100% është e formuar, këta nuk formuan pa armatime. Nëse ajo është stërvitën në përbazat për rreth Kosovës, qofshin ato zhandarmerisë apo të ushtrisë serbe, ata e dinë edhe vendin edhe armën ku e kanë. Jo vetëm kujna duhet t'i lajmërohen, me emrin dhe mbi emrin. Dhe kjo më shtyn me dyshuar që këta një strukturë e tillë ushtarake nuk formohet edhe nëse kanë misionin, edhe qëllimin çfarë duhet me bëj ata nuk e bëjnë pa e pas edhe armatimin ata. Pa qenë mirë të armatosur. Ne pam armët e Banjskës 2023. Disa, bravo. Atë është një arsenal jashtëzakonisht i madh për me bën një
operacion bukur të komplikuar. Po, plus që për nuk atë dihet nëse arsye- janë gjetë gjitha. Dhe për atë arsye unë mendoj që ka dyshime shumë të mëdha, edhe policia vetë dyshon, por ata është duke hulumtuar dhe duke kërkuar bashkëpunim të qytetarëve, qofshin të komunitetit serb, bosnjak dhe shqiptar që jetojnë pjesën veriore të Kosovës. A mundet në bazë të kësaj që dihet deri më tani për Ibren, largimi i KFOR-it, ndryshimi i rrjedhës së lumit, deklarata tjera të ngjashme, a mundën këto me qenë një paralajmërim për aktivizim të kësaj brigade? Nuk e besoj. Policia e Kosovës këto 3 vite, them gati, që është prezencë atje, ka bërë një punë të jashtëzakonshme. E ka futur teritorin këtyne 4 komunave nën kontroll. Një numër i tyre janë arrestuar, një numër i tyre besoj që janë nën veshkim, nën përcjellje të aktiviteteve të tyre, dhe unë mendoj që prezenca e madhe e policisë, posaçërisht njësive speciale që janë në veri të Kosovës, që janë jashtëzakonisht përgatitur, jashtëzakonisht taft për të kryer misionin e vet, nuk do të lejojnë të ndodhë një gjë e tillë. Por edhe KFOR-i është prezent atje, pavarësisht që nuk do të jetë në mbi urën e Ibrit, do të jetë prezent edhe forcat speciale të policisë të Oleksit. Dhe nëse ka nevojë, pavarësisht asaj lete 2013 që është bërë në atë kohë nga qeveria e Kosovës që forca e sigurisë më të jetë prezente në pjesën veriore, nëse rrezikohet siguria, s'ka e letë nuk vlen më. Nuk vlen. Jo, absolutisht. Dhe forca tona të armatosur do të jenë prezent çdo cep të territorit të Kosovës, sepse e kanë me kushtetut dhe me ligj. Nëse rrezikohet territori i Kosovës. Kushtetuta është mbi këtë letër, natyrisht. Absolutisht. Kjo letra është vetëm një marrëveshje mes e kohës. Institucioneve dhe e kohës, them, më tepër, por nëse rrezikohet ushtria vepron sipas kushtetutës dhe sipas ligjeve. E kushtetuta ja përcakton qartë që detyra e parë dhe primare e kësaj force armatose është mbrojtja e sovranitetit dhe integritetit. Dhe pikë. Dhe kjo do të veproj, jo vetëm këta, po do të veprojmë edhe ne si qytetarë, sepse ky është vendi jonë, edhe ne qysh kemi vepruar në vitin 1998, do të veprojmë edhe tutje, por me kushte krejt ndryshme, sepse tash kem qeveri, kem shtet, kem ushtri, edhe do të vendosime në ambrellën e këtyre institucioneve. Mbi gjitha ne nuk jemi në NATO, po e kemi këto. Absolutisht, po NATO është edhe në Kosovë. Absolutisht. Unë uroj shumë që qeveria edhe tanishmja edhe në tarmen do t'i ngrisim edhe marrëdhëniet me partnerët tonë strategjik, edhe mos t'i ftofim asnjëherë sepse na duhen këto shumë. Shumë e rëndësishme kjo. Për fond general, se po na shkon koha shumë shpejt. Ujmani nuk është thjesht, s'po flasim thjesht për ujë edhe për një liçej. Po flasim për infrastrukturë kritike të vendit, të energjisë elektrike, të qasjes në burimet ujit të ngjashme. Sa strategjike janë këto pika, edhe sa i përdor Serbia duke pas parasysh këtë fakt në retorikat e saj. A mundet me thjeshtu pak pyetjen? A mundet për një me pas ndërhyrje këto, a thjesht janë kërcënime shantazhe? Lufta e shekullit 21 në botë do të jetë lufta për ujë të pishëm. Kjo infrastrukturë e ujmanit për neve është jetike, se ujë i pishëm dhe energjia apo ftofja në obilet që shkon pikërisht nga ky liçej që është atje, dhe rrjedhja e lumeve ndërkombëtar rregullohet me marrëveshje ndërkombëtare që nuk uzon asnjë shtet të devijojë. Absolutisht nuk ka të bëj me një realitet që Vučići mundet me bëj këtë punë. Unë e kam dëgjuar edhe ekspert nga Serbia, pikërisht pas deklaratës së Vučićit, ku ata thonë që është e pamundur. E mundur është, por është jashtëzakonisht shumë e kushtueshme. Duhet më rrëzue bjeshke, tunele më bëhe, këta dhe me ndrue rrjedhën këtij lumi, dhe ky lum nuk bëron në Serbi, po bëron në Maltezi,
dhe me thonë ka problem edhe me një shtet tjetër, si që është Mali Zi, dhe në këtë drejtim unë mendoj që është një retorik për konsum brendshëm, sepse nuk ka të bëjë me realitet. Atëherë, hajde të ndrojmë Nilit, të ndrojmë liçeve tjera në përbot, por unë mendoj që nuk është e lehtë dhe nuk mund të bëhet një gjë e tillë. Faleminderit shumë general, faleminderit. Ishte kënaqësi, faleminderit. Kënaqësia ishte imja, faleminderit edhe ju, miropafshim në episodin e radhës të The Gjatë Talks.